Prodhimi vendas bujqësor po kalon një situatë të vështirë këtë vit që është reflektuar në rënje të fortë të eksporteve dhe rritje domethënëse të importeve në 2 muajt e parë janar dhe shkurt. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, prodhimi i zarzavate ka pasur goditje të fortë teksa importet në sasi janë rritur me rreth 23%, duke arritur në 16.157 tonë. Nga ana tjetër, eksportet në sasi kanë rënë në mënyrë drastike me afro 34%. Siç shkruan Monitor, e njëjta tendencë negative vëret edhe në tregtinë e frutave ku bilanci mbetet thellësisht deficitar. Gjatë kësaj periudhe, importet e frutave u rritën me mbi 21%, duke kapërcyer shifrin e 18.400 tonëve. Në krahun tjetër, aftësia eksportuese e vendit për këtë kategori ul me rreth 27%, duke zbritur në vetëm 3.039 tonë. Arsyeja kryesore e rënjes së eksporteve lidhet me përmbytjet e mëdha të janarit, që dëmtuan qindra sektor sera dhe mbjellje në fusha, duke dëmtuar prodhimet e sezonit të dytë në prag vjelje dhe fidanishtet e sezonit të parë 2026. Nga ana tjetër, sektori bujqësor po vuan gjithnjë më shumë nga braktisja e tokës dhe mungesa e krahut të punës për shkak të emigrimit të rinjve nga zonat rurale. Kjo po sjell një tkurrje të sipërfaqeve të mbjella dhe ulje të prodhimit total, duke bërë që vendi të mos ketë teprica për eksport dhe të varet nga importet. Për fermerët që i shpëtuan përmbytjes totale, kostoja për të shpëtuar çfarë mbeti u rrit ndjeshëm. Nevoja për pompa ujë, pesticide shtesë për të luftuar lagështinë dhe tharja e serave u rrit. Forcimi i monedhës vendase është duke ndikuar që produktet bujqësore shqiptare të bëhen më të shtrenjta për të blerë nga vendet e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, kjo e bën importin e produkteve të huaja më të lira për tregun ton, duke inkurajuar tregtarët të sjellin mallra nga jashtë në vend që të grumbullojnë prodhimin vendas.